Do të vazhdojmë të jemi me skuadrën e Sidrit, ju themi edhe një herë që eliminimet bëhen në fund të shfaqjes, kështu që na ndiqni deri në fund, jemi drejt për drejt në Top Channel dhe po ashtu komentoni për skuadrat në Facebook e në Twitter, sepse siç ju tham, treshet e secilit prej trajnerëve do të këndojnë njëri pas tjetrit sot, kështu që do të shohim edhe se sa të mundur e kanë ata që të bëjnë spektakël të gjithë së bashku duke performuar në skenën e The Voice, sepse në fund të gjithave këto janë performanca, kalojnë thjesht dhe vetëm interpretimin kanor. Të do zgjedhësh tani Sidrit? Djalin apo vajzën? Djalin. Djalin, okay. Gjithë shqiptarët i dojnë shumë djemt. Ka ndryshuar si këto kohë? Djemt gëzojnë. Edhe gocat, si edhe gocat. Gocat janë shumë të mira. Atëherë. Kush të thaj që nuk i du goca atëherë, po? Nuk pajtohem. Po ka të drejtë Alma se ka ndryshuar disi tani, Me gjë ato jo, unë i them diçka se Alma ka gocë edhe çun. Me që i dën ka shumë gocat, futi edhe i gocë edhe... Falënderës shumë, e ki renin të se unë i kom bo do vjetë. Okej, Genti ka qenë javës që shkoi një prej më të klikuarve në YouTube. Me thënë në 3 performancat më të klikuara, kështu që emocionet për të janë shumë të mëdha, do të këndoj një këngë që unë e kam shumë për zemër dhe po ashtu ata që pëlqejnë muzikën e kohëve tona në radio, What Goes Around Comes Around, me një herë pas klipit, Genti! Në qoftë se ndokush do pyeste pse Gentin, unë këtë e them me bindjen më të plotë, është ndër të pakti që më ka takuar të punoj gjatë Voice-it, i cili ka një vesh harmonik perfekt dhe e ripërsëris më surprizon her pas heret me zgjidhjet harmonike që ai bën në materiale, me lule që i vijnë aq natyrshëm dhe me zhdërfillësinë që kanë vokal, por pika themelore te ky djalë është akoma nuk është rritur. Unë mendoj që Genti në të ardhmen do jetë një ndër ata këngëtar stilit i cili do e thot me bindje fjalën e tij në tregun muzikor shqiptar. Është muzikant i ligjit. Vazhdo. Vazhdo ti kujto tekstin, ti shqyve tekstin. Kjo fazë është prej aty në faza në cilën nuk kemi nevojë për shumë fjalë dhe është një fazë mjaft e vështirë për mua se kam më shumë u shpreh përmes muzikës asaj që di më së miri me mua. Just so sick about it, can't believe it's ending this way. So confused about it, telling the news about it. I just can't do without you. Tell me, is this fate? This is the way it's really going down. Is this how we say goodbye? Shit, it don't matter when you came around, 'cause you gotta make me cry. Now it's breaking my heart to watch you run around, 'cause I know that you're living a lie. That's okay, baby, 'cause in town you will find goes around, comes all the way back around. Goes around, comes all the way back around. Now, girl, I remember everything that you claimed. You said that you were moving on now, and maybe I should do the same. Funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby, but now it's all just a shame. But I guess I was wrong. Don't wanna talk about it, don't wanna think about it. I'm just so sick about it, can't believe it's not in this way. So confused about it, telling the news about it. I just can't do it, I just
Genti, këndoj What Goes Around. No, vjetë. Kuptuam çat përqendron ti, domethënë, sjellë një gocë bukur ke piano edhe a të pëlqen kjo gota? Çat pëlqen më shumë te kjo vajza për shkak? Syt. Po tjetër? Hajde tash mos e zgato ti. Më thjesht po pyet çka ke trup nga babi ti? Okej. Çat pëlqen edhe kjo vajza? S'po di ç'a më thon, hajde se vol tash. Nise. Ana Kaçinari, zonja e zotrin. Që ta dish ti edhe ata që janë në mbrapa sken, unë dhe Ana Kaçinari, më shumë se 10 vite më parë kemi qenë tek një spektakël televiziv që quhej Ethet e së premten dhe të shtunës. Çka ka qenë atëherë? Të premten. Prit. Të dyve na than jo dhe na than ju nuk bëni. Shikoni ku jemi ne. Kudzoni ti thoni jo këti tani. Genti, si të duk? Çfarë, s'ka shans me thonë shëullit jo. Unë plotësisht e kuptoj Sidin kur ka nevojë me spjegu sepse ai beson kaq shumë te Genti. Sepse Genti është një talent shumë i madh, kam thonë edhe më herët, po është halo pak i ri. Edhe halo nuk është i pjekur, edhe fizikisht domethënë në zonën e tij ka një cop trugës me kalu edhe kështu fiziologikisht si kordat edhe krejt sanë. Kështu që ne që e njohim për prapaskenës dhe për provave, jemi të vetëdijshëm për potencialin e madh që e ka Genti për të ardhmën. Ky djali ka më përmirësu shumë shpejt këto 2 vjet të ardhshme. Në këtë stad unë halojnë dëgjoj një papjekuni të kë, po definitivisht është një prej talenteve më të mëdha si vjet edhe Gent shihem të ardhmën zanë. Okej. Vdesin vajzat për Gentin. Tani Elsa e ka vajzën shumë të vogël, po besoj se edhe vajza jote vdes për Gentin apo jo? Po, e ka takuar, i pëlqen shumë Genti. E pëlqen, ë? Po. Që tani goca jote me kur të rritet. Jo, vetëm si shok. Si vllaçko. Alma, si të duk ty? Goca ime e ka në shkollë. Genti, po. Po vetëm shok janë kështu apo? Nuk, jo, janë paralele, nuk e di. Të ndryshme duhet Okej. jenë. E njeh Më thuaj ti që ka gotën shumë se e sheti? Se unë di gjithë shka. Unë them ti mbash në vëzhgim. Unë di gjithë shka. Ashtu. Qëndron çdo gjë që thot çuditërisht ato që du me i thonë, sepse s'po ma jep kur të parën fjallën. Ate që tha Genci qëndron, absolutisht. Sepse tek meshkujt dihet që pjekunia vokale vjen pak më mbrapa. Genti ka një gjë që falseton e ka natyrale. E ka shumë interesante, po unë mendoj që me kalimin e kohës do ta ketë shumë më të bukur. Është një këngë jashtëzakonisht e bukur, e Justin Timberlake, por sonte kishte pak pasaksi intonative, ndoshta shkalla e vështirësisë te kjo këngë është ndoshta jo gjerësia sa është kalimi i pozicionit nga zëri i gjoksit në falset. Po. Kjo është. Diçka që i vjen shumë vështirë atyre që nuk Po e diskutohet kanë vetëm profesionistët e kanë domethënë të punuar mësuar këtë gjë. Natyrisht. Elsa, je dakord me I bashkohem totalisht të gjitha komenteve të sakta të Gencit dhe të Almës. Do doja të shtoja vetëm diçka të vogël që i përket karakterit të Gentit, të cilin në fillime edhe në backstage edhe në inserte dhe në xhirimet e intervistave të tij e kemi parë shumë kështu që e humbte pak fillin, ndërsa sot flas këto ditë këtë periudhë të shoh shumë më të sigurt në vetveten tënde dhe më vjen shumë mirë për këtë. Kush ka ardhur nga familja sot? Babi, mami, motra vlla, hala edhe burri has. Pas ka ardhur gjithfisi, më thoje ka ardhur gjithfisi, ku janë si shoh? Ku janë papim? Okej, si jeni ju, mirë? Bukur djali, ë? U rrit tani. Si do të filloni të mendoni për në një se ke parasysh. Si dritë.
Se si driti ka Nuk e di filluar pse ma ngacmon Gentin, ti e di shumë Po mirë. ngacmojnë sepse është, domethënë, është disa i lezetshëm del kur është jashtë kamerave, nuk e ke iden. Ti e ke iden, Jo, ti je i bindur, si sikur ti kishim vënë një kokë rrëvez aty poshtë kapeles do kishte zi deri tash, por ti je i sigurt. I shiu këto tirandat këtu, e ngacmove për anën, ai akoma s'ka marr patentën, është i vogël. Un kam shumë besim. Të urtit që the ti? Po, kam shumë besim ashtu siç u shprehen trajnerët e tjerë. Po ashtu sepse jam i bindur, sepse ai kalon tashi momentin e fazës pjekurisë vokale. Dhe në këto momente, nëse mund ta them, s'është akoma as mish as peshk. Sepse detyrimisht është një fazë që kalohet dhe nuk jam shumë i sigurt për atë falcetin nëse do i forcohet apo do i shtrihet më tepër zëri i gjoksit, se këtë nuk mund ta dim me siguri. Është një periudhë që mund të ndryshojë kjo. Ma materialet që ai do performoj rrugës në të ardhmen e tjerë e tjerë. Jam shumë i kënaqur për performancës ti. Më pëlqen sepse është vetvetja gjithmonë, ka atë botën e tij dhe tek e fundit talente të tilla në voice rrallë kanë ardhur. Të kësaj stature gjithmonë për specifiken e këngëve dhe materialeve që ai kënon. Absolutisht. Jemi drejt për drejt ne dhe gjatë kësaj periudhe vijnë edhe komente në Twitter dhe në Facebook, disa prej cilave mua mi komunikojnë. Për shembull, një prej komenteve ishte që ti ke shkruar tekstin e këngës në gisht, a është e vërtetë apo jo? Tregoj kështu? Tregoj dorën tjetër? Ashtu, jemi të pastër, ne jemi aq të përqendruar sa nuk shkruajmë gjëra në përgishta. Morët vesh të Facebookut apo jo. Zonja e zotrinj, duar të për Gentin.